Në puntatën e djeshme të Përputhen, opinionistja Aulona Musta nuk u shoqërua nga Lart Vasili, por nga Beniada Nishani, me të cilën disa muaj më parë kishte pasur një debat që u komentua gjerësisht. Shkak i përplasjes ishte kritika e Aulonës ndaj përdorimit të gjuhës shqipe nga Beniada në një emision pasditeje. Aulona kishte deklaruar se një moderatore duhet të flasë shqip korrekt, ndërsa Beniada ju përgjigj me frazën: "Qentlet e lehin, karvani ec përpara." Të dyja u përballën sërish në studio, ku diskutuan qetësisht rreth situatës së krijuar. Gjatë debatit, moderatorja Megi pyeti Aulonën nëse dikush që nuk e zotëron mirë gjuhën shqipe mund të jetë opinionist. Beniada reagoi menjëherë, por tha se ishte aty për të dëgjuar. Aulona u shpreh se një opinionist mund të shpreh mendimin e vet pavarësisht aksentit ose gabimeve gjuhësore. Megjithatë, ajo mbetet e bindur se një prezantues duhet të flasë shqip në mënyrë të saktë. Ajo solli edhe një shembull personal, duke thënë se nuk do të mund të drejtonte një emision politik sepse nuk do të ndihej e përshtatshme. Nga ana tjetër, Beniada theksoi se çdo njeri ka mënyrën e vet të komunikimit dhe se më e rëndësishme është sinqeriteti në të folur sesa perfeksioni gramatikor, sidomos kur alternativa është gjuha e ashpër apo paragjykuese. Në fund, Aulona vuri në dukje se e ka vlerësuar gjithmonë Beniadën dhe e konsideron atë një vajzë pozitive, të bukur dhe interesante.